Përplasja mes Limit dhe Klodit arrin një pikë shumë të nxehtë. Limi afrohet Klodit me hapa të shpejt, fytyra i është skuqur nga nervat dhe sytë i ka të ngulur drejt tij. Që në sekondat e para kuptohet se situata ka dalë jashtë kontrollit verbal dhe se çdo fjalë e radhës mund ta ndezë edhe më shumë debatin. Limi i drejtohet Klodit me zë të lartë, duke i kërkuar me tone autoritare që të heshtë kur flet me të. Ai i thotë se është lodhur nga provokimet, nga komentet ironike dhe nga mënyra si Klodi përpiqet të duket mbi të tjerët. Fjalët e tij dalin të ashpra, të mbushura me nerv dhe mledh të grumbulluar prej ditësh. Klodi reagon menjëherë, pa u tërhequr asnjë hap. Ai i thotë se nuk i pëlqen as pak mënyra si Limi po i flet dhe se askush nuk ka të drejtë t'i imponojë heshtje. Ai thekson se gjithmonë ka folur hapur dhe se nuk do të ndaloj vetëm sepse dikujt nuk i pëlqen e vërteta. Debati ndizet edhe më shumë. Limi i kthehet duke i thënë se kjo nuk është hera e parë që Klodi i kalon kufit dhe se durimi i tij ka ardhur në fund. Ai thekson se kërkon respekt dhe qetësi, jo fjalë të kota dhe provokime të vazhdueshme që prishin balancën e shtëpisë. Banorët e tjerë afrohen gradualisht, disa përpiqen të ndërhyjnë, të tjerë vetëm vëzhgojnë në heshtje. Atmosfera është e rëndë, çdo fjalë ndihet si goditje emocionale. Klodi përpiqet të mbrojë veten duke thënë se nuk e ka nisur ai këtë përplasje dhe se po sulmohet padrejtësisht. Limi vazhdon me tone të forta, duke i bërë të qartë se nuk do të tolerojë më mungesë respekti. Ai i thot Klodit që të di vendin e vet dhe të mos e përfshijë më në debate të kota. Zëri i tij është i fortë, por tashmë më i kontrolluar, sikur po lufton me veten për të mos e çuar situatën më tej. Klodi, edhe pse i tensionuar, fillon të ul pak tonin. Ai i thot se nuk ka frikë nga përballjet, por se nuk dëshiron që situata të degenerojë. Megjithatë, ai nuk tërhiqet nga qëndrimi i tij dhe vazhdon të mbrojë fjalët dhe sjelljen e vet. Debati zgjat për minuta të tëra, me ndërprerje, pauza të shkurtra dhe shikime të forta mes tyre. Çdo heshtje është e ngarkuar me nerva dhe çdo fjalë e re e rrit tensionin emocional. Banorët her pas here u kërkojnë të qetësohen, por tensioni nuk shuhet lehtë. Në fund, pas një përplasjeje të gjatë verbale, të dy ndalen për disa sekonda. Marrin frym thellë, shikohen ftohtë dhe largohen pak nga njëri tjetri. Debati nuk është zgjidhur, por shpërthimi i parë ka kaluar. Nervat janë ende aty, por situata nuk përshkallëzohet më tej. Ky moment i ngarkuar me tension, zëra të lartë dhe përplasje karakteresh zgjat më shumë se 5 minuta video, duke treguar konfliktin e fortë mes Limit dhe Klodit, pa dhunë fizike, por me dramë dhe intensitet maksimal emocional.